që ka të bëj me votimin elektronik në Vorë dhe në njësinë numër 10. Ne prej ditës së sotme në 4 pika të njësisë numër 10 në Tiranë dhe në 2 pika të bashkisë Vorë kemi ngritur qendra të informimit të votuesve, në të cilat votuesit dhe përfaqësues partive politike dhe kushdo tjetër i interesuar, po kryesisht votues të këtyre 2 njësive, mund të shkojnë dhe mund të provojnë pajisjet elektronike të votimit që do të përdoren në ditën e zgjedhjeve. Do ta bëjmë këtë deri në datën 11 maj, edhe në datën 11 maj. Janë 4 qendra, të cilat janë të lëvizshme në fakt, për njësinë 10 dhe 2, po të lëvizshme për Bashkinë e Vorës, në të cilat do të prezantohen pajisjet e votimit elektronik dhe secili prej votuesve të këtyre 2 njësive mundet të testoj veten në përdorimin e këtyre pajisjeve. Jemi në procesin e finalizimit të rekrutimit të operatorëve që do të, nga pikpamja teknike, do të asistojnë këtë proces. Jemi duke punuar ngushësisht me përfaqësues partive politike në procesin e rekrutimit të këtyre operatorëve, me qëllim që të mos kemi problemet që u konstatuar në zgjedhjet e vitit 2023. Ndërkohë, prej ditës së djeshme ka filluar procesi i trajnimit të operatorëve të përdorimit të PEI-t, janë shpërndar materialet për këtë qëllim, trajnerëve, dhe është një proces që do të vazhdoj për disa ditësh me radhë deri në datën 4-5 maj. Gati ka përfunduar procesi i rekrutimit të operatorëve të përdorimit të pajisjeve PEI, janë akoma pa mbuluar rreth 150 qendra votimi, akoma pa operator. Kemi numër kandidaturash edhe për këto qendra votimi, jemi në pritje të shqyrtimit, po shqyrtojmë këto kandidatura dhe besoj për punë ditësh, 2-3 ose deri në fund të kësaj jave, do të kemi informacion më të plot në lidhje dhe me këto qendra votimi. Por ajo çfarë është e rëndësishme të theksojmë është pikërisht procesi i trajnimit të operatorëve të pajisjeve të identifikimit elektronike të identifikimit. Sikurse mund të jeni njoftuar, kanë mbritur fletët e votimit nga jashtë tashmë prej disa ditësh, janë duke u përgatitur së bashku me fletët e votimit dhe materialet e tjera zgjedhore për votimin brenda vendit në magazinat që kemi në Lundër. Mund të thuhet që përgjithsisht procesi i përgatitjes logjistike është duke shkuar sipas parashikimeve tona. Për sa i përket votimit nga jashtë, kemi përfunduar dorëzimin e zarfave për 100% të votuesve, të cilët janë regjistruar, pra për 245.935 zgjedhës. Jemi në procesin e shpërndarjes dhe dorëzimit të këtyre zarfeve tek votuesit. Deri tani janë shpërndar, pra zgjedhës të cilët e kanë marrë në dorë zarfin janë 154.770, pra 62% e zgjedhësve të regjistruar e kanë marrë dokumentacionin zgjedhor, e kanë marrë fletën e votimit. Kanë mbritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani dhe janë përpunuar 19.025, po ky numër deri në fund të ditës 19.025 deri në momentin që ne flasim. Po deri në fund të ditës, sepse ne dimë se sa zarfa ka dorëzuar shërbimi DL-s, do të jenë rreth 22.000. Pra janë rreth 22.000 fletë votimit të cilat janë kthyer mbrapsht, që përbëjnë 12.5% të fletëve të votimit të cilat janë dorëzuar deri tani. Pra nga 154.770 që janë dorëzuar deri tani, 12.5% e këtij numri
fletësh votimi kanë vritur tashmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe sikurse juve keni parë, vazhdon procesi i administrimit të këtyre fletëve të votimit. Me kaq po e mbyll për t'ju lënë kohë për pyetjet.